أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حمل الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة. من الله مشروسد مشبرسد باش مشير الله تشوم دي بروفيت دور محمد صلى الله عليه وسلم باش مشير الله تشوم بجاtë njerëz që pasojnë rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e nuk lën Zoti njëri pa risk. Ti je sigurt se Zoti ka siguru. Nuk lën Zoti njëri pa risk. Ama njeriu I cili mbështetet vërtet Zotit, sinqerisht, ka më furnizuar ashtu siç ka transmetime. Nëse njeriu I mbështetet Zotit me mbështetje të vërtet dhe të sinqert, thot do ta furnizoj, shikoj çfarë shembulli ka marr. Do ta furnizoj, do japi risk si puna e atij zogut I cili del mëngjes me gushën bosh dhe kthehet në darkë me gushën plot. Ama mëngjes ka dal, kur o kthy në darkë. Gjithë ditën ka shku sa ndekte, ka fluturu sa ndekte, ama e ka marrë riskun Allahut Azza wa Jall. Mëngjes, nuk ka thënë mëngjes. Sepse atëherë është koha e bereqetit kur lëvizën. Risku dhe bereqeti kur zbret mëngjes, dil mëngjes shko kërko, dhe po dali njeriu me këtë mbështetjen e plotë, Allahu subhanahu xhelle xhelalu, dije se ka riskun. Pra çdo kush e ka riskun të Allahut. Ama jo çdo kush ka bereqet. Jo çdo kush ka bereqet. Bereqeti thon dietarët është e veçantë për ato njerëz që vërtet I besojnë sinqerisht Zotit në atë që kanë besimin e madh të Allahut. ولو أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم أبواب بركات. Ka thënë Allah Azza wa Jall أبواب بركات. Nëse njerëzit e një vendi do kishin besu sinqerisht Allahun, do I kishim hap dyret e bereqetit. Nëse kishin besu sinqerisht dhe kishim frikë Allahun Azza wa Jall, edhe të besosh edhe ta kesh frikë Allahun, se ka shumë njerëz që besojnë dhe se kanë frikë Allahun. Sa njerëz ke që besojnë ama s'kan frikë. Ka njerëz të cilët falen, han haram, falen, vjedhin. Tash ke lloj vjedhjesh, ke vjedhje në mënyrë të civilizuar. Ke vjedhje moderne. Allah Azza wa Jall ka thonë besun dhe ka frikë Allahun, se jo çdo kush që beson e ka frikë Allahun. Prandaj kur ka pyet një gru, që në mendshme, ka kalu në një mezhlis, e qenë burrat aty në atë mezhlis. Për jashtë kanë qenë ullë dhe njoni ka qenë dietar, pi shpjegu për fen të I tregu. I ka thonë kjo gruaja atyre njerëzve, kush është dietari këtu midis jush? Ka thonë ky është. Thot ata bëj një pyetje? Kjo gruaja thot tit hoxhës dietarit, thot ata bëj një pyetje? Thot urna. Thot kush janë rregull, si han ti? Thot unë haj me bismillah dhe haj para vetit, ashtu siç na ka mësuar profeti alayhis salam, bëj bismillah dhe ha para vetit. Mirë, thot si fle? Thot unë bi nga krau I djathtë, bëj bismillah, bi nga krau I djathtë dhe bëj duat e para gjumit. Ka thonë nuk është ashtu si e tu thon ti. Këto që e tu thon ti janë rregullat, janë edebet. Mi pa ajo çka duhet faktikisht. Ajo brendësia e kësaj, kush është që kur të hash halal. Dhe kur të flesh me gjoksin e pastër që mos ta urresh askan. Kjo duhet, këtë e kërkon Islam. Këto që the ti, janë rregulla sipërfaqësore që na ka mësuar profeti alayhis salam, nuk mohohen. Mi pa ajo e vërtetë atë çka duhet, është që kur të hash halal, sepse ke shumë njerëz të cilët han dhe bëjnë bismillah. Dhe nuk e kanë halal. Ka njerëz që bijnë shtrat edhe thonë bismillah dhe përmendin Allahun. Mi për në gjoksin e vetë vlon urrëtia, vlon smira, vlon xhelozia. Prandaj madhi Zotët kanë besu dhe kanë frikë Allahun. Kanë besu dhe kanë frikë Allahun, xhelle xhelalu. Çka ndodhen thot, kemi mi hap dyrat e bereqetit. Bereqeta është që
Ti pak ke, ama ja shef hajrin asaj pak. Të çon ajo rrugë, ajo i ke 50 euro, i ke 10 euro, i ke 100 euro, ama ja shef hajrin. Shumë gjëra ke blema atë. Nëse ti blen shumë gjëra me atë, di se ka bereqet. Nëse ke vu një tenxhere, e ke vu për familjen tënde. Ke vu ushqim një tenxhere, ke vu ushqim. Jetu përgatit për familjen tënde dhe vin mysafir. Dhe han ti, han familja jote dhe han mysafirt, kjo është bereqet. Kjo është bereqet. Prandaj, po të shikosh transmetimet, hadithet profetit alayhis salam, ne habitemi kur i ndigjojmë te histori, habitemi. Habitemi dhe di pse, se na ka hik bereqetin neve, dhe nuk mund ta paramendojmë si ndodhen ajo gjë. Ne që na ka hik, Zoti na rujt, ne na ka hik bereqetin. Ne habitemi kur një ushtri muslimanësh kanë hëngër një kec dhe ka tepru mishat i keci. A do ju besohet? Ka transmetim, kjo ka ndodhur në kohën e profetit alayhis salam. Kur kanë qenë luftën që i kanë luftën atyre e koalicionit të jo besimtarve, kanë deshti luftojnë Medinë, profeti alayhis salam jam mbledh kret. Dhe i kanë rrethu. Sa thuhet që kanë thënë ja Rasulullah, ka pas për atyre njerëzve që thotë nuk kishim aq frikë ka qenë, sa shkonin të krynin nevojat tona personale, ka qenë shumë frikë, të rrethun nga gjitha anët. Sa një prej sahabëve, se ndoshta e zjata pak ta përfundoj. Një prej sahabëve kur e ka pa profetin alayhis salam lufta Hendekut ka qenë. Kur e ka pa barku i profetit alayhis salam ka qenë i ngjit me kurrizin sa profeti alayhis salam ka vu gur. E ka lidh për barku, ka vu gur, e ka lidh për barku që mos ta ndjej urin. Një prej sahabëve kur e ka pa ju ka dhimt. Dhe ka shku te shtëpia vet, i ka thënë grus, çka kemi te shtëpia? Ka thënë një grusht miell, edhe atë kecin e vogël. Thot there dhe nxje brumin. Pse? Do ta therras profeti alayhis salam. Kur ka shku, ta therrasi profeti alayhis salam i ka shku te veshi, ka thënë ja Rasulullah, hajde se kam përgatitur ushqim. Pse i ka thënë te veshi? Se nuk kam për gjithë. Jo se s'ka desh, ama nuk kam për gjithë. Profeti alayhis salam çka ka thënë? Çka ka vepru? Nuk ka qenë për cilësive të profetit alayhis salam të haj vetë edhe 3 tjerët. E ka lënë vetin e vet pa gjë, pa tjerët të hanë. Profeti alayhis salam ngret dhe të rreth thot, o njerëz, hajde se na ka ftu fulani te shtëpia. Ngren dhe shkën kret. Kur i shikon gryja këtit, gjithë ato burra duke ardhur, duan ushqim, që i vën durët në kokë, çka të bën, në skam. Profeti alayhis salam çka i thot? Leje. Ka punu barabart. Ka vu atë millin atë bukën që është bë barabart dhe thuhet kanë hangër gjithë dhe sa thuhet që plus asaj profeti alayhis salam ka çutë te bia vet. Keci vogël, që një kec vogël mund ta haj një herë nëse do shumë çana do të vegjël. Këtu është bereqeti. Këtu është ai bereqeti. Kështu që Zoti inshallah na dhon bereqet në familjen, vetin tonë, Allahu Teala alem, subhanallahu wa bihamdihi.